LSDM sot ka mbajtur tribun të quajtur Maqedonia e Poshtëruar, një vit qeverisje VMRO DPMNE-s. Agron Demiri nga LSDM gjatë fjalimit të tij tha se sot Republika e Maqedonisë së Veriut është në vendet e fundit të Europës për sa i përket pagës minimale dhe se mbi 70% e qytetarëve jetojnë me më pak se 500 euro në muaj. Sipas tij, kjo është një poshtërim. Si i ri, gjëja e parë që prisja ishte që brenda një viti Maqedonia do të bëhej vërtet një vend krenar, por për fat të keq në vend që të ishim krenar u poshtëruam dhe ky është një fakt. Ne ende flasim për këtë sot. Kur LSDM luftoi për rritjen e pagës minimale, VMRO DPMNE luftoi për punësimin e të afërmëve në institucione. Sot, Maqedonia është e parafundit në Evropë për sa i përket pagës minimale. Ndërkaq, kryeministri Hristian Mickoski sot i pyetur lidhur me tribunën e LSDM-s, tha se një parti e cila ka poshtëruar vendin tani flet për poshtërim dhe theksoi se në një vit qeverisje VMRO ka harnuar mangësitë e trashëguara nga koalicioni LSDM-BDI. Političkата partija koja što ja Partia politike që poshtëroi vendin sot po flet për një Maqedoni të poshtëruar, vendi sot në mënyrë të ngadalt por të sigurt po bëhet krenare. E gjithë ajo që kemi bërë gjatë këtij viti ka qenë mbyllja e vrimave dhe kemi paguar atë që kemi trashëguar nga këta që e kanë shkatruar Maqedoninë, pra partitë opozitare LSDM dhe BDI. Kemi paguar pensione dhe paga të papaguara. Nga LSDM thanë se edhe sot me paraqitje dhe propozim në legjislaturë, ata vazhdojnë të luftojnë për një pagë më të lartë, por për fat të keq, thonë ata, nuk ka vullnet politik nga VMRO DPMNE.